po e shpëton. Pse po e shpëton apo jo? Se i ka ushqyer dhe ata ta shqyrtojnë të opozit. A i thoni që mund të dalin emrat e atyre të opozitës tek dosja, që kanë marrë tendra. Të dalin janë thjesht pare, diçka më konkrete që është e prekshme dhe e qartë për qytetarët shqiptar. Pse nuk vajti në rjoll Berisha? Berisha tha që është herë e tretë dje që unë flas për ata banorët e rjollit që drejta do të jetë me pronën, më the thash. Ato i thot dhe maçi i gjitonit tim. Ato i thot dhe maçi i gjitonit tim, zotëri. Pse nuk vetë atje të dalë në mbrojtje atyre, se i bën thirrje. I bën thirrje se janë burrata, atyre u dha të drejtë gjykata. U dha të drejtë se kanë të drejtë. Por nuk është vetëm ai problem. Ka një problem tjetër në jug të Shqipërisë, i njëjtë me rjollin, në ujë të ftohtë të Pelenës. Vete sjellin nga Akshi dokumentat të falsifikuara, zotëri, për të marrë një pjesë për të bërë një servitut të ujë ftohtë të Pelenës. Unë kam video, do t'ua dërgoj. Pra, këtu është vënë në dispozicion të hajdutërisë një mekanizëm shtetëror që praktikisht është anti-shqiptar, është antikombëtar, është anti-njerëzor, që kërkon me çdo kusht që njerëzit të shti të vrasin njëri tjetrin. Këtu jemi në këtë situatë jemi, dhe për këtë fajtore është qeveria e Edi Ramës dhe është ajo ashtu quajtur Aksh, ajo që ka se gjykot kanë bërë. Unë do t'ju jap juve një provë të pakontestueshme, që se kontestojnë dot fare, se kanë provën në tavolinë këtu. Tjetër dokument dhe hartë kisha unë të pronës që kisha tek ambasada amerikane të garazhit tim, 25 metra katrore, në të cilën që harta e pasër e 2001, dhe që kishin bërë, kishin ndryshuar në hipotek, atë planimetrin hartën, dhe kishin bërë tokë shtet. Zotëri, i thash një Alban Dokushi se shkenja atje, ati këtu i thash ti, se ju me këtë shkoni në burg, i thash, kush e ka falsifikuar hartën? Urdhë hartën originale që ka mund, që ka marrë pronë, që ka blerë, që jam pronar i saj, dhe ka ja ku e ke tokë e zaçë islamit. Këtë tokë shtetë kush e ka bërë, i thash. Ngelen. Dhe tani më vonojnë dëm shpërblimin të gjykata e apelit. Pra, këta vjedhin me shtetër, zotëri. Këta nuk vjedhin se thurin një hajdut xhepash. Po, pra hajdut të xhepave drejtësia funksionon telja. Këta nuk kanë drejtësi, këta kanë ngritur një gjykat inkuizicioni për kundërshtarët politik dhe gjithë lufta bëhet kundër atyre që nuk janë me Partinë Socialiste. Praktikisht familja në Tepelen është një familje e përndjekur që ka pasur historikisht probleme me komunistët shqiptar dhe duan t'ja çojnë xhaden, t'ja çojnë në mes të pronës. Ore nuk ka logjik njerëzore që ta pranoj këtë. Po s'ka ç'bën. E bën ai i çoi ruspa dje i mëtej të Pelenës. I çoi ruspa. Dhe po hap rrugën atje. Në një kohë që dokumentat i kam unë në zyrë, këtu tani, janë të pastra fare. Është fare pasër prona. Po të doni të kamera. Ju besoj avokat, po për gjitha këto, ju thoni që Partia Demokratike, këto grupe interesi, këto probleme të vogla, nuk po del në krah. Po nuk u del dhe nuk do të dalë kur, po i siguroj, dëgjoni, të flas me qetësi të më dëgjoni me vëmendje. Partia e asociuar Partia Demokratike, partiçka demokratike, domethënë spiun të sigurimit shtetit që janë në krye të Partisë Demokratike, të gjithë spiun të sigurimit shtetit, po e theksoj dhe njerë, që nga Berisha dhe të tërë me radhë, nuk do e dalë kur në mbrojtje të popullit, sepse ata janë udhëzuar dhe drejtohen nga komunistët e Enver Hoxhës, dhe janë kundër pronës, dhe janë për vjedhjen e pronës, janë për zbatimin e fjalimit të Ramizalis që thot, prona do t'i mbajnë ne, thot, dhe atyre thot nuk do t'u japim kur pushtet, se baballarët e atyre i vram janë 45 vjetëve, këta nuk do t'i lëm, do t'i përzëm, ne do ikim dhe ne do rrim pushtet. Kjo është situata. Ne u them shqiptarëve çoni more të vdekur e të pambulluar, çoni more, keni karaktera, keni turpe, cipe, ndere, keni familje, keni gjatë shqiptare ju që të mbroni pronën tuaj. Çoni more shqiptarë.
Avokat, po tani për të rikthyer edhe një herë tek kjo e Ballukut, se kjo është kryefjalë tani me këtë do merremi. Partia Socialiste ditën e njëjtë do mblidhet në pallatin e brigadave. Grupi parlamentar, kryeministri pritet marrë një qendrim dhe një fjalë atje. Rrandë e parë tha që nuk do ta lëshojmë pa u pjekur kushtet. Tani puna është a janë pjekur kushtet apo jo, me ato që ndodhi në Këshillin e Mandateve, gjykata kushtetuese, çfarë do bëjmë atë? Gjykata kushtetuese bëri Pons Pilatit. Iku me gjykata kushtetuese u la. Nuk u ngrinë lartësinë e detyrës. Bëri Pons Pilatin, kush e një historinë e Krishtit e di mirë se ç'është Pons Pilati. Iku me gjykata kushtetuese. Çfarë kushtet pret ai të piqen? I ka thënë qytetarëve? Po ai nuk di të flasë, ai nuk mund të artikulojë 5 fjalë. Ai di vetëm batutat që ka mësuar që kur ishte i vogël që e rrifnin me rryp të mezit e rrifte jati. Që e rrifte gjithë lagja deri në moshën 6-7 vjeç aty i mirë kuris i kanë punuar 100-in. Ai është njeri i dhunuar. Dhe nga një njeri i dhunuar që në vegjëli mos prit që të ketë karakter. Ka 4 mandate në krye të... Jo, nuk ja ka dhënë atij mandat, e keni gabim. Mandatet ja kanë dhënë komunistëve të veri, sepse akoma sot e kësaj dite votojnë komunistët që në fakt votojnë, që në fakt nuk është ashtu si është prezantuar, votat janë vjedhur, janë emëruar deputet. Dhe ai emërim deputetës është vendosur në 21 prill të 2008 me marrëveshjen tradhtare të përshtirë të Sali Berishës. Me atë marrëveshje që trahtoi demokratët e shkret që vinë që nga Gjirokastra, që nga Saranda, që nga Korça, që nga Tropoja, vinë për ta mbështetur dhe ai u bën xhiro në bulevard pa pikë turpi. Ore demokrat, ore keni inat ju, ore ka që pas vëndësueshme keni atë kufom ju që po tallet me juve, se po seriozisht po humbasim durimin dhe po ju drejtojmë në mënyrë më qytetare, më njerëzore, më shqiptare, po më të asaruar. Po na shkelin të ligj të more, që bëni kështu. Po na shkelin deputet si të metpece si ajo e fjerit që quajnë atë deputeten. Nga PS-ja apo nga PD-ja? Nga PS-ja si e quajnë atë. O, Zeqinea, për atë do ta kesh. Po, na shkelin Zeqinea dhe Tërmetpeci. E kuptoni ku kemi arritur? Tërmetpeci nuk di të lexoj dhe ato që ja shkruajnë të tjerët. Jo më të lexoj vetë. Tërmeti banditi dhe hajduti 97 që s'kalën qytetarët në testatët pa vjedhur pa plot shkritur në rrugën Tepele Kakavi me Maliej. Këta po na qeverisin. Dhe shqiptarët të rinë shikojnë. Kjo është e tmerrshme. Kjo është, ore, nuk jam më shqiptar, nuk i dua. Nuk më përfaqësojnë shqiptarët. Nuk më përfaqësojnë, më kanë tradhtuar. Kanë tradhtuar gjyshi 4 gjyshit tanë, që nga Teuta, nga Aleksandri Math, nga Skënderbeu, nga Ismail Qemali dhe nga të gjithë burrat që kanë sakrifikuar për këtë vend. Na kanë tradhtuar këta bastardë. Avokat, por për ta mbyllur me Ballukun, si do jetë vendimi mendoni të ditën e njëjtë edhe më pas në seancë plenare? Do t'i bindën deputetët kryeministrit? Jo, do ngrihen të tërë